Bota po ndryshon me shpejtësi. Inteligjenca artificiale po transformon gjithçka, punën, shkencën, jetën e përditshme. Dhe pas këtij revolucioni teknologjik, qëndrojnë disa nga mendjet më të ndritura të kohës sonë. Një prej tyre është një shqiptare, Mira Murati. E lindur në Shqipëri, ajo u bë një nga figurat kryesore në zhvillimin e teknologjive të avancuara të inteligjencës artificiale. Sipas njoftimeve zyrtare të kompanive teknologjike ku ka punuar, Mira Murati ka qenë pjesë e projekteve që po ndryshojnë mënyrën se si njerëzit komunikojnë me teknologjinë. Algoritme të avancuara, modele të mëdha gjuhësore, sisteme që mësojnë nga të dhënat, teknologji që deri pak vite më parë dukeshin si fantashkencë, por sot janë realitet. Dhe në qendër të këtij transformimi është një inxhiniere shqiptare. Një histori që tregon se talenti mund të vijë nga kudo, por gjithashtu ngre një pyetje të rëndësishme. Sa të rinj shqiptar kanë potencialin për të ndryshuar botën, por nuk marrin mundësinë? BF Media, histori që frymëzojnë brezat.